Selamu alaikum, të nderuar shikues të podcastit të Miftunisë së Tetovës, Mesazhi Islame. Edhe kësaj jave vazhdojmë me incizimin e podcasteve në vendin më të bukur të Tetovës, këtu mu përballë xhamisë së larme të Tetovës. Me që Allahu xhaleshanu e krijoi njeriu, i dha një dhuratë të çmuar siç është familja. Dhe ja dha mundësinë që të zgjedhë shoqërinë. Familjen e kemi dhuratë nga Allahu, ndërsa shoqërinë e zgjedhim vetë ne. Njeriu në jetë nuk mjafton vetëm dashuria e familjes, dashuria e prindërve dhe dashuria e bashkëshortes dhe fëmijëve, por i duhet edhe dashuria e shoqërisë të cilën ai vetë zgjedh. Sepse njeriu ka halle dhe derte të ndryshme në jetën e kësaj bote dhe padyshim se ka nevojë për prekrahjen e familjes dhe ka nevojë për prekrahjen e rrethit dhe shoqërisë. Sot do të flasim pikërisht për dashurinë për hir të Allahu xhaleshanu. Ne shpesh kur flasim për dashurinë, kuptojmë në vetë dashurinë ndaj bashkëshortes, dashurinë ndaj prindërve, ndaj fëmijëve, dhe radh herë flasim për dashurinë ndaj miqve dhe shokëve të cilët i kemi në jetën tonë dhe na gjenden afër në momentet e ndryshme të jetës. Temë kjo e cila sot do të bisedohet me hoxhën e nderuar, i cili është imam në xhaminë e fshatit Kallnik, në xhamin e re të fshatit Kallnik, hoxhën e nderuar magjistër Saledin Efendi Ramadani. Selamu alaikum hoxhën e nderuar dhe mirë se erdhët në podcastin e Miftunisë. Aleikum selam dhe faleminderit edhe juve që ma mundsova të jem sonte në mesin e juve në këtë podcast. Faleminderit e juve që ndajtët kot, jeni pjesë e këtij podcasti dhe pranuar ftesën tonë. Hoxhën e nderuar, siç e ceka edhe në fillim, njeriu ka nevojë përveç dashurisë së familjes, ka nevojë edhe për dashurinë, të quajmë ashtu dashurinë vezërore, dashurinë e shoqërisë, dashurinë e miqve dhe njerëzve të cilët na gjenden afër në momentet të bukura, por edhe në momentet kritike të jetës tonë. A mund të na tregoni çfarë thot Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë lloj dashurie që ne duhet ta kemi ndaj njerëzve, ndaj miqve dhe shokëve tonë? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderime dhe lavdërime të padyshim i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, rahmet kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar Hoxh Arsim Efendi, padyshim se Islami i ka kushtuar në mënyrë të veçantë dashurisë për hir të Allahut xhaleshanu. Dhe ne sot e shohim se njerëzit bëjnë çdo gjë për ta fituar një dashuri të shokut, një dashuri të mikut e kështu me radhë. Dhe Islami për këtë na ka treguar shumë mirë. Se Allahu xhaleshanu në një ajet kuranor na thot innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Dhe nga kjo nuk kuptojmë se ne duhet ta duam ndëkënd për hir të Allahu xhaleshanu. Dhe kjo është urdhër nga ana Allahu xhaleshanu dhe nga ana e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam një ditë e kapi Muadhin radiallahu anhu dhe i tha: "O Muadh, tha, të dua për hir të Allahu xhaleshanu." Dhe Muadhi u gëzua shumë se për dashurinë që atë tregonte dhe i tha: "Pasha familjen time, edhe unë të dua për hir të Allahu xhaleshanu." Dhe ne si besimtar, Allahu xhaleshanu në natyrën e njerit ka futur dy elemente, edhe dashurinë, por edhe urrëtjen. Dhe për besimtarit kërkon që edhe dashurinë, edhe urrëtien ta kesë vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Dhe ne çdo herë kena me dash dikënd dhe kjo na kërkohet që ta duam për hir të Allahut. Por edhe kur ta urrejmë dikënd, ta urrejmë vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Andaj ne si besimtar i kemi këto dy cilësi, andaj kur të duam për hir të Allahut dhe nëse urrejmë, të urrejmë për hir të Allahut xhaleshanu. Gjithmonë të duam dhe të urrejmë me mast për hir të Allahu xhaleshanu. Padyshim. Hoxhë nderuar, çdo gjë që është për besimtarin, çdo veprim i besimtarit që ka të bëjë me Islamin dhe jetën e tij, ka benefite të dyfishta, benefitet në jetën e kësaj bote dhe benefitet në ahiret, në jetën e përtejme. Cilat janë benefitet e një dashurie për hir të Allahu xhaleshanu që i kemi në jetën e kësaj bote? Edhe që janë të shumta, mirë po mund të raspikoni një pjesë të këtyre benefiteve që i kemi nga dashuria për hir të Allahut. Prej mirësive apo prej dobive në këtë dunja, nëse ne e duam dikënd për hir të Allahut xhaleshanu, është se ne fitojmë dashurinë e Allahut xhaleshanu. Na don Allahu xhaleshanu neve. Dhe ne jemi sot e shohim në jetën e përditshme, çdo njeri bën diçka për ta fituar dashurinë e dikujt.
bën disa video, bën disa humore, kështu me radhë, veç për të marrë pëlqimin e njerëzve. A ne si besimtar duhet jemi ndryshe. Besimtari çdo punë apo vepër që e bën duhet të ketë synim kënaqësinë e Allahu xhaleshanu, dhe ta dojë Allahu xhaleshanu. Dhe si e don Allahu, pra në temën e kemi, nëse duhemi për hir të Allahut, e fitojmë kënaqësinë e Allahu xhaleshanu. Pejgamberi alayhis salam këtë më së miri na tregon. Na tregon se një njeri kishte marrë rrugën që të shkojë deri në fshatin tjetër, ta takojë një vëlla që donte për hir të Allahu xhaleshanu. Dhe Allahu xhaleshanu në rrugtimin e këtij njeriu ja dërgon një melaqe në formë të njeri. Dhe kjo melaqja e pyetën këtë njerëz. Dhe i thot, për ku je nisur o filan? Thot, jam nisur ta takoj një vëlla që e kam në fshatin tjetër që dua për hir të Allahut. Dhe melaqja ja bën një pyetje. Thot, a ke ndonjë interes të kësaj dunjaje? Se melaqja e din njeriu natyrën e njeriu. Se njeriu nëse takon dikënd, jo do ta takojë për ndonjë interes kësaj dunjaje, ose për ta shtirë në punë dikund, ose do të kërkojë për diçka bosh apo ndonjë interes kësaj dunjaje. Dhe melaqja pikërisht për këtë pyetje i tha, a ke ndonjë interes kësaj dunjaje? Dhe i tha, jo, tha, shkoj ta takoj vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu. Dhe melaqja i tha, unë jam melaqja që më ka dërguar Allahu xhaleshanuhu të të përgëzoj ti. Ashtu si që ti e don këtë vllajën tënd për hir të Allahut, Allahu xhaleshanuhu të don ti. A ka mirësi më të madhe se kjo? Padyshim pra, na dos Allahu xhaleshanuhu nuk ka mirësi më të madhe. Dhe këtë padyshim na tregon pejgamberi alayhis salam në një hadith, ku thot kur e don Allahu xhaleshanuhu një person, e thret Xhibrilin. Dhe i thot, o Xhibril, thot unë e dua filanin, thot duaje edhe ti, e urdhëron që edhe Xhibrilin ta doj filan. Dhe jo me çkaç, por Allahu xhaleshanuhu e fiton dashurinë e Allahut, e fiton dashurinë e Xhibrilit, dhe meleku Xhibril thërret në qiell dhe thot Allahu e do filanin, Xhibrili e do filanin, dhe duajën i krejt banorët e qiellit. Dhe krejt banorët e qiellit melaqet e duan atë person. Por a mjafton me kaq? Jo. Ajo dashuri që është në qiell, që e don Allahu, e do Xhibrili, e duan melaqet, zbret edhe në tokë dhe e duan krejt njerëzit. Por edhe e kundërta, vazhdon hadithi pejgamberit alayhis salam, nëse Allahu e uren dikën, e thret Xhibrilin dhe i thot se urreje filani, se e urrej edhe unë. Edhe Allahu, edhe Xhibrili, edhe banorët e qiellit e urrejnë atë person. Dhe ajo urrejt që zbret edhe në tokë, edhe e urrejnë edhe njerëzit. Andaj, nëse Allahu xhaleshanuhu e don një person, e don pra ja jep xhenetin qëllimin që e ka çdo person. Andaj për dobive apo për friteve, nëse ne duhemi në mes veti, e duam një person për hir të Allahu xhaleshanuhu, i fitojmë gjithë këto mirësi. E tash, duke imagjinuar gjithë këto mirësi që Allahu na jep për hir të dashurisë që kemi me dikën, për hir të tij, e cilat janë mirësitë e botës tjetër? Padyshim se Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot se në ditën e gjykimit çdo njëri do të jetë armiq i dëkuj, përveç atyre që kanë pas miqësi të sinqert për hir të Allahu xhaleshanuhu. Dhe nga kjo ajet Allahu xhaleshanuhu na tregon se ne mirësinë që mund ta kemi në këtë dunjë, ajo mirësi vazhdon edhe në xhenet. Dhe pejgamberi alayhis salam edhe për këtë na tregon. Dhe na tregon për mënyrën se kur do të ndahen banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit, dhe do të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, banorët e xhehenemit në xhehenem, dhe kur do të hyjnë brenda dhe njerëzit do t'i kërkojnë shokët e tyre. Banorët e xhenetit, tregon pejgamberi alayhis salam, se do ta kërkojnë shokën e tij në këtë dunja, ka pi kafe, ka falur namaz bashk, ka agjëruar bashk, ka bë punë të mira bashkë në këtë dunja, dhe kur nuk do ta gjejnë në xhenet, dhe do t'i kërkojë Allahu xhaleshanuhu, Allah, thot unë kam pas filanin që jam falur bashkë me një saf, kemi udhëtuar bashkë dikundi për hir të Allahut, kemi bë punë të mira për hir tëndin, dhe nuk e gjej atë person në xhenet. Dhe atëherë Allahu xhaleshanuhu i urdhëron banorët e xhenetit, thot dilni prej xhenetit, shkoni në xhehenem,
edhe dalin banorët e xhenetit, shkojnë në xhenem, xhenemi nuk i djeg banorët e xhenetit se i ka haram t'i djeg dhe i kërkojnë shokët e tyre. Dhe kur i gjejnë shokët e tyre, pra mirësi e madhe kur i gjejnë dhe urdhëron, thot Allahu xhaleshanhu, na ka lënë ndërmjetësim për juve që t'u nxjerri prej xhenemit dhe t'na çojë deri në xhenet. Pra mirësi e madhe është edhe atje. Andaj prej mirësive tjera është se pejgamberi alayhis salam na thot se dashuria për hir të Allahut, atë që e do për hir të Allahut xhaleshanhu në këtë dunja, ma atë do të ringjallesh edhe në ahiret. Pra ka më mirë, pra nëse duam njëri tjetrin për hir të Allahut, ajo mitësi do të na paraqitet edhe në botën tjetër. Dhe nëse sot e duam, pra kemi shumë njerëz që e duan filan artistin apo filan futbollerin, Ronaldo, Messi, kështu me radhë. Dhe ne i themi se ma atë që don, ma atë do të ringjallet. E nëse don Allahun xhaleshanhu dhe nëse don pejgamberin alayhis salam, dhe padyshim se me pejgamberin alayhis salam do të ringjallet. E ndërmjetësimi më i madh në botën tjetër është se pejgamberi alayhis salam nuk do të lutet për veten e tij, por do të lutet për ummetin e tij. E ne jemi të obliguar që ta duam Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, se mirësia tjetër na pret edhe atje. Është interesant fakti se aq rëndësi të madhe ka dashuria për Allahun, edhe pse ne rrallë thashë cekim e përmendim dashurinë për hir të Allahut, saqë një nga grupet siç e cekën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ditën e gjykimit do të jetë nën hijen e arshit të Allahut, ditë kur nuk do të ketë hije tjetër posa hijes tij, do të jenë edhe ata persona të cilët ato shok, ato miq, të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Do të thonë, deri këtu e pas ka vlerë, do të thonë vlerë aq të madhe, diçka të cilën ne shpeshherë nuk e mendojmë. Aq vlerë të madhe pas ka shoqëria dhe dashuria për hir të Allahut, saqë do të jetë një prej grupeve të cilët do të jenë nën hijen e Allahut. Allahu na bëft prej tyre inshallah. Amin. Po që nderuar, normalisht çdo gjë në Islam ka një kriter, ka një formulë. E sipas Islamit, sipas fjalëve të Allahut dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila është ajo formula apo cila është ajo metoda që ne duhet ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut xhaleshanhu. Në çfarë rrugë, çfarë mënyre duhet ta duam njëri tjetrin, sepse ka shumë mënyra të shoqërisë. Dikon ne mund ta quajmë shok, mik, vëlla nga zemra për disa punë të cilat nuk janë punë që na afrojnë me Allahun. E pra cila është rruga më e duhur për ta dashur njëri tjetrin për hir të tij? Padyshim se ka rrugë të ndryshme, ka metoda të ndryshme se si ne mund të duhemi në mes veti, por në pika të shkurta do të përmendim disa, se janë të shumta ata që mund të zgjedhin rrugë të ndryshme, por ne do të shikojmë atë që është më e mira dhe më e dobishmja për neve. Dhe padyshim prej rrugëve apo prej metodave të para që do të përmendi është se pejgamberi alayhis salam thot nuk do të hini në xhenet derisa të besoni. Dhe nuk keni besuar derisa ta duani njëri për hir të Allahut xhaleshanhu. Dhe pejgamberi alayhis salam thot se a doni t'ju tregoj një vepër që nëse veproni ju do të ushtohet dashuria në mes njëri tjetrit, dhe thot pejgamberi alayhis salam është përhapja selame, shpërndanja selame. I thuaj selamu aleikum kur ta takosh një vëlla. Pra nëse përhapim në selamin, na shtohet dashuria që e kemi, pra na shtohet dashuria. Është përshëndetjesh edhe një lutje, një dua, paqja e Allahut qoftë me ty. Mëshira, begatit, ja drejtojmë krejt atij personi. Dhe në këtë formë neve na shtohet dashuria. Për rrugëve tjera është se nëse duam ne pra që të duhemi në mes veti të japim dhurata, të shkëmbejmë dhurata. Nëse pra pejgamberi alayhis salam thot shkëmbeni dhurata mes njëri tjetrit që të ushtohet dashuria. Dhe padyshim nëse ne kemi qenë pra në jetën e kësaj bote, ne kemi bërë ndonjë dhuratë ndokut, dhe sa herë ja kemi dhuruar dhe kemi pa gëzimin që ja kemi dhënë ndokujt tjetër. Apo edhe kundërta, sa herë që kemi pranuar një dhuratë, në është bëjë qefi, na shtuar dashuria për atë tjetri. Pra, shkëmbimi dhuratave mes njëri tjetrit, pra është një rrugë që shtohet dashuria. Dhe është interesant fakti se ka ata që duan për hir të Allahut, nuk ka rëndësi dhurata dhe vlera e saj.
Fjala që e themi më shpesh falënderi që më kujtove. Ajo është më e rëndësishme. Pra, nuk ka nuk është pjesa e rëndësishme se çka të ka prova. Por e rëndësishme është se ai të ka kujtuar ti deri në sa ta ka pranuar të bie një dhuratë. Për rrugëve tjera është se ne kur të takojmë një besimtar, një musliman, t'i buzëqeshimi. Pejgamberi alayhis salam thotë se buzëqeshja është sadaka. Sa ndodh ne prej mëngjesit deri në mbrëmje, sa takojmë njerëz, dhe nëse ne i takojmë dhe u buzëqeshim atëherë, pra automatikisht kemi një shpirtërisht, pra ndjem një mirësi me njëri tjetrin. Pra, edhe e shohim se ai na buzëqesh apo ne i buzëqeshim atij, pra kjo është edhe sadaka dhe është edhe shenjë që neve na fitohet dashuria. I zaventson një fjalë. E zaventson një fjalë. Apo prej rrugëve tjera që ne mund të përmendim është se pejgamberi alayhis salam ka përmendur edhe një mënyrë se kur ta takosh një vëlla, thot takohe edhe përshëndetje me dorë. Përshëndetje jepja dorë. Dhe aq sa shkunden dorët kur takohen dy vëllezër, aq u shkundet edhe gjunahet që kanë bë. Pra edhe kjo është mirësia, pra bashkimi edhe me buzëqeshje larg, por edhe kur të afrohemi prekimi njëri tjetrit, atë fillon dashuria në mes njëri tjetrit dhe pra fitojmë ne dashurinë për hir të Allahut xhalesha. Disa benefite thjesht me një përshëndetje. Thjesht me përshëndetje. Mirësia e Islamit, mirësia që na ka dhënë Allahu shoqërisë. Apo thjesht edhe të fundit që mund ta përmendim është se pejgamberi alayhis salam na thotë se nëse e doni ndonjë për hir të Allahut xhaleshahu, shko dhe tregoj se e duash për hir të Allahut, që të shtohet dashuria. Dhe këtë kemi rast pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam, si stamë edhe në fillim, e kapi Muadhin radhiyallahu anhu dhe i tha, unë të dua për hir të Allahut xhaleshahu o Muadh. Dhe Muadhi u ndi shumë krenar, se pejgamberi alayhis salam ja shfaqi Muadhit dashurinë për atë. Dhe edhe Muadhi tha, o i dërguari i Allahut, edhe unë të dua për hir të ti. Pra, dashuria nëse duam dhe kënë, t'i tregojmë se duam për na fituar dhe për t'i pasur krejt ato benefite, ato mirësi, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allah është përbleftosh, me që jemi edhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj rreth dashurisë që duhet të kenë njerëzit për hir të Allahut xhaleshahu. Çfarë dashurie do zgjedhim ne si njerëz? Mesazhi im nga gjithë kjo është se ne të duam vetëm për hir të Allahut xhaleshahu. Dhe nëse arrim të duam veç për hir të Allahut xhaleshahu, duke i pa mirësitë, begatitë që i jep kjo, nëse duam për hir të Allahut xhaleshahu, atëherë do të duam për hir të Allahut xhaleshahu. Dhe do të largohemi prej dashurisë për interes, dashurisë për një kohë shumë të shkurtë, apo dashurisë pa benefite shpirtërore. Andaj krejt është e fundit është se ne duhet të duami dhe të duhemi vetëm për hir të Allahut xhaleshahu. Allah ju shpërblet që ndajtë të kohë, të ishi pjesë e këtij podcasti. Allah ju shpërblet për këshillat dhe që trajtohet kaq bukur këtë temë që fatkeqësisht rrallë trajtohet për ka një vlerë të madhe. Amin, faleminderit edhe juve që ma mundësuat që jem sonte në mesin e juve. Faleminderit edhe juve që pranuat jeni pjesë e jona. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne shpesh në jetë kemi nevojë për shoqëri, ashtu siç kishte nevojë për dashurinë dhe shoqërinë e Abu Bekrit Muhamedi alayhis salam kur ishte në shpellën Theur, ashtu siç kishte nevojë për dashurinë e Harunit Musa alayhis salam dhe për përkrahjen e tij. Pra edhe njerëzit më të dalluar të Islamit, edhe njerëzit më të dashur të Allahut kanë pasur nevojë për një shok, për një mik krah tyre që ta duan dhe t'i dojë për hir të Allahut xhaleshahu. Ashtu siç i shprehu dashurinë Muadhit Muhamedi alayhis salam, ashtu t'i shprehim edhe ne dashurinë njëri tjetrit. Të nderuar vëllezër, dashuria për hir të Allahut xhaleshahu është çelësi kryesor për të arritur lumturinë e kësaj bote. Të mundohemi të gjejmë shoqëri dhe të bëhemi pjesë atyre shoqërive që na afrojnë me Allahun, dhe të mundohemi që të largohemi sa më shpejt nga ato shoqëri që na largojnë nga Allahu xhaleshahu. Dhe për në fund të jemi të kujdesshëm sepse ne duhet të japim dashuri, por mos harrojmë se duhet fillimisht ta duam pa mas atë që krijoi dashurinë. Duhet të japim dashuri të pafundme atij që krijoi vetë dashurinë, atij që na mundsoi që të duam njëri tjetrin, atij që na krijoi. Të japim dashuri Allahu xhaleshahu. Imagjinoni, shpesh ne shkojmë
qindra metra apo ndoshta edhe kilometra të tëra për ta vizituar dikën që e duam vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa ato që i krijojmë dashurinë kemi vetëm disa hapa larg. Një sejdade dhe një namaz. Mjafton që të afrohemi me atë që krijoi çdo gjë që ne shohim. Andaj ta duam atë që na krijoi fillimisht dhe pastaj nga aty buron dashuria vërtet për miqtë dhe familjarët dhe shokët që kemi pranë vetes. Të jemi të kujdesshëm se si e zgjedhim shoqërinë tonë. Deri në podcastin e radhës, ju lutem në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.